Fernandez, Cancun. Të nderuar të pranishëm, të vëmëtarë, njerëz të kulturës, të kalumës tonë historike, më jeni t'ju falenderoj të përshëndes të gjithëve, nga një vend aq historik, të mbledhur sot për të kujtuar një personalitet gjithashtu historik, jo vetëm për Kaçanikun, për të sa Kosovë. Jemi këtu në sallën e Kushtetutës, e cila tashmë është në mbrojtje, si një pjesë e kujtesës dhe trashëgimisë tonë, jo vetëm kulturore, por politike dhe nacionale. Ne nuk jemi ullë për të bërë historinë, por jemi ullë për të qenë pranë historisë. Dhe kaq, takimin e filluam me zërën dhe pamin nga lartë për veprimtarin Sali Bajram, i cili për te profesionit të politikës e dha shëmbën e një adhëtarie institucionale, edhe jemi këtu pikërisht sot për të shkoqitur disa nga aspektet e veprimtarisë së tij, shikuar jashtë të ashtuqutit miti i Sali Bajrës, shikuar mundësisht sa më përtej një rrëfimi që jeton dekadën mes nesh, për të një rebilizmit të qastit, për të parë sa e ka qenë shprehje e pikurisë institucionale në për cilën ka fillu Kosova në vitet 60 të merr formën e qelësisë dhe sa ka qenë më tepër se kaq, sa ka qenë vizionare, edhe sa ka qenë në rand të parë aq e domosdoshme dhe aq e nevojshme frymëzuese. Këto aspekte, mendoj që e kam ngërthy personalitetin e tij që shpeshherë ndoshta jeni mbulu nga një rrëfim shumë trivial, duke e quajtur, po, ishte një rebel politik dhe vendosi dikur një laur, një pengesë në Maqedoni. Unë kam dëshirë që bashkë me ne të bëjmë një zbërthim më të thellë, prandaj e kem panelin e nderuar këtu. Vigan Qërollen, profesor në Fakultetin Juridik dhe zëvendës ministër i drejtësisë, Ilir Betyqin, udhës i muzeut dhe doktorant i shkencave të historisë. Më e prezentua jo, para Kaçanikasve. E kem zotëri Lezër Amalin, avokat, edhe njëri pjesë pikërisht e gjarë historike të kësaj sale. E kem Gjentile Bajram, kënë mund të kemi tjetër ma mirë që të ndërën ata përfason familjen Bajram, studente e shkencave politike dhe sociologjike në Universitetin Mayheim në Gjermani, një aktiviste që ka fillu të vej bashkëpunime profesionale edhe me Parlamentin Evropian edhe me organizata tjera ndërkombëtare për mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe mbrojtjen e drejtave kombëtare, kurse këtë në fund e kem dhe Gjepri Fatin të ajenën gazetarisë sonë, i cili mbasi e ka një pjesë të fajësisë që është bashkë me ne,
për arsye se këtë manifestim e organizon Shoqëria Kulturore Artistike Kastriotët, Ansambli Kastriotët. Kryetari I parë së cilës ka qenë pikërisht zoti Recep Rifati, por që qysh në atë kohë zotërisë Sali Bajnë në ndjerë e kanë shpallë kryetar nderi të Shoqërisë Kastriotët. Kastriotët e kanë pas të vetmin kryetar nderi dhe kanë ende të vetmin kryetar nderi dhe nesër jemi këtu pikërisht për të nderuar figurën e tij në 55 vjetorin e formimit të Kastriotët. Ju falenderit shumë. Kjo është dita e Saliut në Kaçanik, por është dita e Saliut në gjithë Kosovën tonë, për arsye se përveç kësaj tërëze, në bashkëpunim me institucionet tona, 2 komune, komunës së Kaçanikut dhe të Ferizaj, pastaj të Ministrisë së Kulturës, Rinjisë dhe Sporteve, dhe institucioneve tjera, kanë bërë të moshme që sot përveç tërëzes, në mbrëmje ta kemi edhe një koncert të Shoqërisë Kulturore Artistike Kastriotët, bashkë edhe me një ansambël nga Maqedonia e Veriut, natyrisht një ansambël shqiptar. Atëherë, duke ju falendëruar edhe një herë për pranimin e juaj, duke përshëndetur në mënyrë të veçantë familjen Bajra, me lënë të fillojmë debatin tërëzën, duke tentuar që këto parateza kushtimisht që i ngrita, t'i shndrojmë apo t'i shikojmë si kanë shndruar panelistët tanë me argumente politike, për të parë, në rënd të parë, rrethanat, ndryshimet juridike që do t'i profeson zoti Qorolli dhe ndikimi I tyre në zhvillimet politike dhe ndikimi I tyre nga politika e kohës, e dim që ka qenë në regjimin totalitar, dhe pastaj çdo njeri nga këto. Por para se të japë fjalën këtyre, e ftoj kryetarin aktual të komunës së Kaçanikut, zotin Besim Ilazi, ta përshëndet takimin. Faleminderit I nderuar, përshëndetje për gjithë pranishëm, I nderuar panel I tërëzës historike për ndërtë figurës shuar të vendit tonë, I vetëm komunës Kaçanikut, po I vendit po një figurë historike mbar kombëtare. Prandaj sot jam krenar që jam pasardhës I një pushtetin lokal, cili mund të them se është si produkt I punës dhe përkushtimit pikërisht nga puna dhe veprimtaria e Bacit Salit. Prandaj do këto fillimisht ta përshëndes panelistët dhe mesinistët, Vigan Qorolli, unë jashtë të lirë, përshëndes nga muzeun veçanti, kryetarën e viteve të 90 të Kosovës, Vasililaz, një herët në besën e Sali Bajri Gentile, po një ashtu basën rejtë që është bashkërësht në lejtë. Përgjithësi duhet përshëndes gjithë juve të pranishëm veçanti familjen Bajra që në sot të bashkërësht me ne, e gjithë ju bashkëpunëtor dhe bashkëpunëtor të Bacit Salit. Bacit Salit ka qenë një figurë e shuar e cila faktikisht nuk ushtu vetëm për një profesion caktuar, po ishte I gjithanshëm, duke filluar nga kultura, sporti dhe të gjitha disiplinat tjera, por në veçanti shquhet për trimërinë dhe guximin, sidomos gjatë viteve të 60-ta, të cilët neve si Kaçanik gjithmonë do të na banë krahar. Ishte një njeri I cili kishte një qëllim, ngritjen e dijes shqiptare, e në veçanti kontriboi jashtëzakonisht shumë sidomos në ngritjen e kuadrave të Kaçanikut, e në veçanti me mbështetje financiare, siç ishte në bursa. Prandaj ishte një ndër korpusit kryesor, sidomos nga Kuvendit Komunal që I printe si kryetar, pikërisht në kërkesat për Universitetin e Prishtinës, e në veçanti Fakultetin e Mjekësisë, e që faktikisht nga ata të cilët I kuptonin atë kohë që ishin pushtuesit e ata servil që qëndrojnë rrap, nuk I pëlqeu, faktikisht zakonisht morën masa disiplinore, e që faktikisht të ndjerë mundur që ta porolin me masat të cilën do të ndërmend. Prandaj figura Bacit Salit do të jenë një figurë emblematike për ne, po të njëjtën kohë do të jenë udhëfyes. Lavdi I jetës së veprës Bacit Salit I përheqën çdo kujtimi për ta. Ju falenderoj. Mirë, po ulëm që t'jenë barabartë me forcit. Zotëri Qorolli, rrugtimi I kushtetuesi I Kosovës ka shënon disa periudha që herë duket sikur kanë qenë një rrugë më të mbarë, e herë kanë pasur një rikthim prapë. Krahas kësaj, edhe kushtimisht të quaj klasa politike apo elita jonë u formu dhe krahas fuqisë e zhvillimeve kushtetuese juridike, apo shkallës më në të them. Si ke pa këtë rrugtim, këtë dozim në mes të drejtës juridike dhe përfaqësimit politik që shpeshherë
Kjo e dyta e kam bëru të parë. Që do më thonë, edhe pse kemë pas kushtimisht të drejta, ndoshta ligjore dhe kushtetuese, shpesh herë qëndrimit politike të një sistemi totalitar të kohës i kanë fashit, i kanë zbe edhe shpesh herë i kanë mohuar të drejta. Edhe në këtë prizmë, si është krijimin e një frime vazhdimisht rezistuese, jo vetëm të një nacionalizmi shqiptar në kuptimin që ne e shohim, por edhe të një bashkëdyzimi brenda sistemit aktual në për cilën ka kaluar Kosova. Faleminderit Zotit Demiri. Kam kënaqësi të veçantë jem sot me gjithë juve këtu, e nderuara familje Bajra, pasardhës të tribunit tonë kombëtar dhe kryetarit emblematik të Kaçanikut heroik Sali Bajra, i nderuar kryetari aktual i komunës, zoti Ilazi, kryetari i zgjedhur i komunës Kaçanikut, kryetar shumë i nderuar i Kuvendit Historik të Republikës Kosovës, së shpallur pikërisht në këtë sallë dhe në këtë qytet, zoti Lazar Mali, zoti Demiri, zoti Bytyqi, të nderuar kolegë miq, zonja dhe zotrinj, të nderuar të praneshëm, sot në këtë sallë që ka shumë histori dhe shumë peshë për identitetin ton të ri politik dhe gjitha dhe juridik, e cila sallë ka pa breza të tërë njerëzish të kësaj ane në këtë hapësirë të Kaçanikut që gjithmonë ka ditur të bëjë dallimin mes atyre që shërbejnë popullit dhe atyre që i shërbejnë vetës. Jemi mbledhur për një ceremoni jo shumë të zakonshme, sepse nuk ka zakonshmëri kur përkujtohet një figurë mitike si figura e kryetarit Bajra, dhe ky nuk është një ritual thjesht kujtimi, ku ne do të mundohemi të shkëlqisim secili nga perspektiva jonë ose ta paraqesim në anët e tjera, jo vetëm anën si që ka njohur familja Bajra, birin e tyre, bashortin dhe prindin, por edhe ne ndoshta si studius për të parë disa anë të tjera të cilat kryetari Bajra i ka paraqitur. Do jemi ndoshta me fat një brez që edhe kemi vijuar punën me vendosmëri edhe intelektuale dhe kombëtare për një periudhë që s'ka qenë as pak e lehtë. Dhe kur më parashtroni disa teza zoti Demiri, cilat janë jo lehtë të zgjidhshme edhe në kuptimin doktrinar, për të parë një figurë të ndërlidhur, e cila ndërmjet atyre viteve, sidomos në fillimin e 60-tave dhe deri në vitin 1989, kur përfundon në një mënyrë statusi juridik ose suprimohet në mënyrë të dhënshme një periudhë ndoshta edhe artë e Republikës Kosovës e asërkoshme gjithmonë në kuadër të Kushtetutës Jugoslave dhe sidomos në demonstratat në fillet, në demonstratat e vitit 1968 që kryetarin Bajra e gjej në krye të komunës së Kaçanikut dhe pastaj shkarkimi i tij në vitin 1969 edhe deri tek periudha e fundit, periudha e vitit 1989. Viti 1968 ishte viti kur Kosova, që ishte kryesisht e lodhur nga heshtja, nga nënshtrimi dhe nga statusi i varur i saj juridik në kuadër të fillimit të ndryshimeve në atë periudhë që njihet në popull si periudha e post-Rankovicit. Filloi ndoshta një lloj frymimi pak më ndryshe i shqiptarëve të Kosovës dhe kërkesa për barazi brenda asaj konstituencë jugosllave fillon të artikulohet zëshëm. Dhe këtu zyrtarisht në atë formë, donse brezat paraprak sigurisht me sfidat dhe me kërkesat e tyre të lehtëshme, por kërkesa e parë dhe fundamentale që ishte që duan barazi me popujt e tjerë brenda Jugosllavisë. Dhe ai zë i demonstratave të vitit 1968 zë i studentëve fidesz, të cilët vinin nga rajonet e tjera të Jugosllavisë, shqiptarët të Kosovës, por edhe me zanafillën e krijimit të Universitetit të Prishtinës, spari si degë e Universitetit Beogradit dhe më pastaj në vitin 1970 dhe si fillim i punës zyrtare të Universitetit të Prishtinës, ishte zë shumë i fortë se sa zëri i gjitha raporteve zyrtare të komiteteve të cilat krijoheshin në Beograd dhe më i qartë se gjitha shpjegimet juridike që përpiqeshin me justifikuar një rend të padrejtë. Dhe këtu fillon zyrtarisht tronditja e parë e asaj federate, e cila u detyrua me reagu dhe filloi një
diskutim, do shta për herë të parë të hapur, që me i nxjerr disa amendamente, domethënë është viti 1965-1969, dhe ky është hapi i parë zyrtar. Kuptimi juridik të fjalës që Federata fillon me e kuptu zërin edhe kërkesat e Kosovës në mënyrë më të artikulume, dhe me to Kosova nuk ishte vetëm një krahinë delegume, por një subjekt autonom me kompetencat garantume nga Federata që marrin zyrtarisht formë dhe përmbajtjen në vitin 1974. Dhe kur ndryshon këtë kuptim juridikisht burimi i kompetencave, ndryshon edhe vetë identiteti juridik i njësisë politike. Dhe kjo ka kulmuar në vitin 1974 me autonominë zyrtare të Kosovës, ajo që njihet si KSAK, dokument që e ngriti Kosovën në nivelin e një pararepublike. Ndoshta ne edhe kuptim historik, ku kërkoj ndjesë se nuk i kam përjetuar atë periudhë në gjëra shumë e re, por në dokumentet që shihen, ndoshta ne shpesh kemi nevojë me mitologjizu, si kemi qenë njësi e barabartë konstituente, kemi qenë barabartë me 6 republikat, ne edhe Vojvodina, por dokumentat janë kryefortë edhe nuk e tregojnë shpesh që ne kemi qenë me qatë status barabartë në kuptimin e këtyre të fjalës. Por megjithatë, duhet me u pranuar një tezë që me kushtetutën e vitit 1974, institucionet që janë dashur në njësie të tilla autonome në kuadër të federatës, edhe janë kriju. Është kriju spari që ai rendi jonë identiteti jonë i parë kushtetues, më pastaj ka pas një kuvend, ka pas një qeveri, ka pas gjykatë kushtetuese në kuadër të federatës si e veçantë në njësie konstituente, administrat, pushtet normativ, të drejtë të përfaqësimit federal, polici edhe kështu me radhë. Dhe kjo, por siç e ka zakon historia dhe këtu historia shpeshherë është të fortë, pikërisht momentin kur ka liria fillon, dhe zanafilla e krijimit të këtyre elitave zyrtarisht në Universitetin e Prishtinës, kur ajo liri fillon me marrë formë, frika ka filluar zyrtarisht në lëvizje. Dhe në dy teza, midis Prishtinës po e quaj zyrtar dhe Beogradit zyrtar, në një pushtet koncentruar nga ana e Serbisë dhe Jugosllavisë së mëparshme, kërkesa kulmon dhe ne edhe në zhargonin ditor, por edhe në zhargonin profesional, e quajmë se periudha e mjaltit të shqiptarëve të Kosovës, zyrtarisht e neve si popull ka qenë periudha 74-80. Është si periudhë e mjaltit, kur të drejtat politike janë avancu në një rast. Dhe astaj me demonstratat e pranverës së vitit 1971, sigurisht fillon me u demitizu kjo pjesa e Jugosllavisë, në mënyrë që kërkesat e tilla për Kosovën Republikë, cilat janë kërkesat më historike që i ka paraqitur studentët të Universitetit të Prishtinës, në mënyrë që kjo kushtetutë e vitit 1974 edhe me fillu me ullëkun, ndoshta në formën e vet. Pjesa tjetër është e njohur se bia reagon me ashtësi, me brutalitet, edhe siç mund pritet, ndoshta edhe logjikisht. Pasoi centralizimi i viteve në 1980, ndjekje politike, goditje të vlerësimit shqip, presioni në institucione, përgoset, vrasje dhe gjërat të cilat janë të njohura për shoqërinë tonë. Por të dashur, të praneshëm, të nderuar pjesëmarrës, edhe pse Kosova filloi të zhvishej juridikisht ndoshta nga ajo autonomi e cila në fund edhe u suprimua në vitin 1989, ajo nuk u zhvesh nga vedia, ajo nuk u zhvesh asnjëherë nga elitat e saj, të cilat me shumë ndoshta me fillimin e viteve 50-ta deri në atë kohë filluan të ngrisin një vedije edhe më nacionaliste sa që duhej, duke mos i harruar edhe ata që çdo herë dhe çdo shoqëri ka utilitaristë dhe pragmatistë, të cilat edhe kanë besuar në Jugosllavi. Nuk ishte vetëm nacionalist shqiptar, ishte edhe utilitarist të cilët vazhdonin të qëndronin besnik Jugosllavisë dhe madje në një pjesë tyre unë kam pasur fatin ndoshta të kem profesor, sepse një pjesë e madhe e profesoratit të fakultetit juridik ish profesor të vetme, po një pjesë e tyre në Vormës, ish profesor të me, ndoshta me në atelanin e një të riju 20 vjeqarë bëja pyetje të rënda për ta, por e kishin dhe une nga mos përgjigjet e tyre filloja të besoja që kanë besu verbreqën Jugoslavi.
nuk besoja që kishte mungesë ndoshta. Identitetit të tyre shqiptarë, por besoja që frika e tyre ishte më tepër nga humbja e vendit punës dhe utilitarizmi tjetër. Dhe këtu fillon pjesa më e rëndësishme e kësaj historie, ndërtimi i mëtejshëm i elitave tona kulturore që zanafinën të gjitha e kanë në një, që është Universiteti i Prishtinës. Burimi ekzistencial i nacionalizmës shqiptare të Kosovës, besoj që vitin 1970 edhe nga historianë, që nuk më takon mua shumë, as nuk jam sociolog, për t'i vlerësu krijimin në gjenesë të tyre, por me gjithat, këtu e shoh që është burimi kryesor dhe edhe autor të ndryshëm të huaj, edhe juridik, edhe politik, por edhe sociolog dhe filozof të ndryshëm, kur flasin për identitetin e ri të Kosovës, flasin me shumë dashamirësi që Universiteti i Prishtinës merret ndoshta si pika ekzistencialiste. Dhe nga fillimi i vitit 60 deri te viti 1989, i rëndimit të asaj që ishte krijuar nga autonomistët tonë, po i quaj kushtimisht, Kosova ndërtoi elitën e re intelektuale, politike, kulture dhe akademike, elitën e një shoqërie që nuk pranonte të ishte periferia e historisë, elitën e një populli që nuk priste në urdhra nga Beogradi, por ndërtonte veten me duart e veta, me mendjet e veta dhe me dinjitetin e vet. Dhe në këtë elitë bën pjesë një njeri që nuk e ngarkoi askush me titull, por historia ja dha titullin vet. Besoj dhe këtu kush më tepër dhe kush më shumë se sa vetë qyteti i vet i lindjes Kaçaniku e një, që këta tituj të historisë zakonisht jepen me të tilla vepra që ne sot më dëgjojmë, me aktet e tija të guximit. Dhe pikërisht ishte ky njeri për cilin ne sot jemi mbledhur sot kryetari që mund ta quajmë plot gojë historik i komunës së Kaçanikut, Sali Bala. Sali Bala nuk ishte vetëm një kryetar komune i një vendi të vogël, por fort të bukur si Kaçaniku, dhe ai ishte shumë më tepër se një funksion administrativ. Ishte ndër ata burra që e kuptonin se përballë padrejtësisë, çështja kur nuk ka qenë një opsion. Dhe ai nga dokumenta që kam arritur po, dhe nga gojëdhëna, nga tregimet dhe nga rapimet e tij që i ka lënë për së gjalli, për të heshtja nuk ka qenë asnjëherë opsion. Dhe nga periudha e të qenieve të kryetarit Kaçanikut. Dhe deri në fund, kundërshtimi me forcë i atyre ndryshimeve kushtetuese në vitet jo të lehta, por edhe famkeqe, 88-89, sidomos 88-a, kur fillojnë ndryshimet kushtetuese me u diskutu dhe unë i kam që ato dokumente të cilat në fakultetin tim, ku unë jam sot mësimdhënës, në për katedrën në fakultetin juridik, po edhe për Universitetin e Prishtinës janë diskutu shumë dhe janë edhe shkruar me një pjesë e madhe. Dhe do duhej me u diskutu edhe më thellë. Pavarësisht kush ka qenë bardh dhe kush ka qenë zet, duhet me u demitizu disa figura të. Por kryetari Bajra ishte ndër ata të rrallë njerëz që e shenë politikën jo si mënyrë për me u duk, por si mënyrë për me u përballë. Dhe pikërisht ajo ngjarje për cilën ai shkarkohet dhe largohet nga funksioni i tij në komunën e Kaçanikut, nga lidhja e kohës komuniste, nga organet tjera politike të cilat në situatat e kohës siç kanë qenë, domethënë institucionet e varura, duhet me pas se ai e ka ballafaquar këtë nder të tij publik, që e kanë vesh me tallën e qenit kryetar komune, si një lloj shërbimi për qytetarët e tij, por si një privilegj nomenklaturist i kohës që ai do duhej të shërbente, sepse po ta gjente ai paqen me lidhjen e kohës komuniste, ai do të mund të shërbente ndoshta deri në fund viteve të 90-ta, dhe kjo është padyshim e vërtet pa shembuj të tjerë të cilët kanë qenë për 20-30 vite kryetar komune. Në kohën kur kjo fillon çaja periudha e fillim viteve të 70-ta, ne e dim atë gjithë, kush më mirë mund ta rrofej se zoti Demiri këtu, por edhe kryetari Ramojli, që ai përmendet zakonisht në pjesën tjetër të Kosovës për një ngjarje që gjithashtu është historike, sepse jo konformizmi i tij e ka detyruar me ndërmarrë veprimin
e famshëm të tij në ato që sot është pikë kufitare në Hanën e Elezit, atëherë s'ka qenë pikë kufitare, por e ka ndërmarrë si një veprim reaksionar kundër padrejtësive të cilat ai nuk ka arritur kurrë me i ka përgjigj. Dhe kjo është një vërtet shumë e madhe për cilën kryetari po i referohet kryetari Sali Bajra i komunës të Kaçanikut nuk e priti në urdhrin nga lart, nuk e kërkoi miratimin e askujt dhe me drejtësitë e lindur që nuk vjen kur nga ligji. Nuk i ka thonë kërkosh privilegj do të më bëj, po atë ka pasi durim shpirtëror. Domthonë ka ndërmarrë një veprim që i ka ardhur nga shpirti dhe ka vendosur të famshmën laur ose në zhargonin popullor, se nuk është fjalë shqipe që i themi ne si ram. Dhe kjo mund të ketë qenë një prej arsyeve kryesore që edhe ai edhe është linçuar nga komunistët e kohës, në mënyrë që për me pas se ai është një njeri i papërshtatshëm dhe i rrezikshëm për një periudhë të tillë. Nderuar praneshëm, historia e Kosovës nuk duhet të jemë shumë më i gjatë se sa që isha, por historia e re e Kosovës dhe historia veçanërisht e Kaçanikut, por kjo nuk është vetëm e Kaçanikut, sepse zoti Bajra nuk ishte vetëm burri dhe djali i Kaçanikut, por ishte i krejt Kosovës, do të tregoj që shtetet ndërtohen ndoshta nga sistemi i vet normativ, por mbrojtja më e madhe do të vijë nga ata njerëzit e saj. Dhe pikërisht zoti Bajra e bëri këtë, sepse në këtë rast, për me u kthy në retrospektiv, ne i shohim krejt këto çështje për cilat edhe ky veprim do të ndërmerret si një veprim që do të lë gjuhën në historinë e saj. Sali Bajra ishte prej atyre të rrallëve që doli tash me intuit, me përvojë dhe me karakter, sepse ai e pa që në momente të tilla në një raport shoqëror jo të lehtë, kur shkolla ndoshta edhe vetëdijës ka qenë jo në shkollën siç është sot, ai e pa veten jashtë sistemit, sepse duke besuar që është brenda sistemit nuk I mjafton në atij zbatimi e rregullave të cilat ishin të importuara dhe nuk ishin origjinere, dhe atij nuk I mjafton të mendojt vetëm në zyrë për me qenë një birokrat klasik dhe me prit zgjidhje nga dikush tjetër, por ai ndërmori ose mori mbi vete përgjegjësinë dhe veproi në mënyrën siç veproi. Dhe unë me sa kam pa prej atyre të gjitha dokumentave, e kam vrejt që ati pushteti nuk filloi t'i duket si gjë që është shumë e rrallë ndër njerëz të rrallë. Sepse krejt kjo do të thoya ja humbi durimin për të konformuar me sistemin, me lidhjen komuniste, me partinë komuniste dhe me njerëz të cilët atij entourazhit të cilët fiksionojnë, dhe ky nuk është veçantë simbolik. Ky është një akt patriotik për cilën ai ndërmori besohet shumë në të mirë të popullit. Dhe për më ardhur deri në fund që ai u bë pjesë aktive në diskutimet për ndryshimet kushtetuese në ato vite që I përmenda 88 dhe 89, kur në një kohë kur shumë njerëz nëpër korridore e përshpërjetnin këtë gjë në mezat të Oldit, ai e tha me zë të hapur dhe artikuloi barazinë e Kosovës në një kohë kur më ia përmend barazinë e Serbisë ishte guximi. Me fjalë të tjera dhe krejtësisht në fund, këto janë disa prej arsyeve kryesore pse zoti Sali Bajra nuk ka qenë vetëm një administrator thjesht I Kaçanikut, ishte një njeri që e kthante karakterin e institucion dhe institucionin e bëri simboloj për qytetarin, dhe në mesin e tyre, në radhën e parë, në vend atyre që nuk njihen vetëm për ato që I ka thënë dhe I ka bërë, por si shembull I gjallë se si njeri I vetëm me ndoshta kohën me pak njerëz në një ditë vende, në një vend të vogël si Kaçaniku mund ta ndryshojë rrjedhën e historisë për një popull të tërë. Ju falenderoj shumë. E falenderojmë shumë Viganin për këtë çast kaq të thellë dhe përmbajtësore, duke lidhur shumë fakte. Më la përshtypje shumë Vigan ajo që the se ai nuk I dorëzoi për fryzmin.
Me lejo me thonë se kjo është si që se gëgjojna me dhonë një krasim faktikisht është si një pasqërim real për krejt Kosovën, si një protagonizm i Kosovës, duke nisur nga fakti se Kosova në hyrjet e luftës së dytë botërore përjetoi shumë shtyllje të mëdha. Prej daljes si një mbretërie të pastër serbo-kroate slovene në domenimin e plot serb, nëpërmjet një mbretërie të Shqipërisë 30 të mëdha dhe përfundoi në një Jugosllavi të shpallur për me motën vëllazërim dhe bashkim, por Kosova nuk u konformizu as në socializëm. Për arsye se fryma e idejës për liri kombëtare filloi në gradualisht me marrë formë, qoftë grupet e para të rezistencës së NDSH që i dim, grupet e para të 64-tës dhe ku vjen gradualisht fillimi i kundërshtimit brenda vetë sistemit, duke u tipizu edhe me këmbguljen apo që si që ka vegane shumë bukur duke i dhënë karakter institucioneve dhe duke shndru ato në bërthamat të lirisë së Kosovës. Në këtë aspekt besoj që shumë më mirë dhe shumë më thellë e thot Iliri, i cili mbasi do të na sjellë një shtrat historik të ndërlijës së kohrave, po edhe të Kosovës, të historisë së Kosovës në të ashtëqyrit të socializmit dhe qeverisës. Ilir, fjala për ty. Të nderuar pranishëm, zonja dhe zotëri, dhe i nderuari kryetari i komunës, zoti Iljazi dhe ju gjithë të pranishëm në një ditë të rëndësishme, duke përkujtuar një figurë të rëndësishme të qytetit të Kaçanikut, por edhe jo vetëm, figurën e Sali Bajrës. Në këtë rrafsh unë kam përgatitur një kumtes me temën rrethonat historike që karakterizuan Kosovën pas të Kosovës në luftën e dytë dhe pas saj. Është një pjesë e rëndësishme e cila na shpije deri te rrethonat e mëdhenshme, sepse çdo etapë është shënuar është plotësuar si në formë mozaikut historia e re e Kosovës. Këtu në këtë pjesë tema boshte e kësaj që do të shtjellohet në këtë arkim është disa prej ngjarjeve historike që karakterizuan jetën politike në Kosovë në fund të luftës së dytë botërore. Të ndodhur në një situatë të pashpresë, shqiptarët ishin detyruar të zhvillonin një rezistencë të armatosur për të kundërshtuar pushtetin komunist. Krahas të rezistencës ishte edhe ajo pjesa e organizime me karakter politik, siç ishte lidhja e dytë e Prizrenit e mbajtur në 1943. Ajo ishte organizuar politike kombëtare dhe do të angazhojë për bashkimin e trojeve etnike. Për të vazhduar me konferencën e Bujanit, e mbajtur me data 31 dhjetor 1943 dhe vazhduar me 2 janar 44-s, ajo konferencë kishte nxjerrë edhe rezolutën që theksonte Kosovës si një të drejta e vetëvendosjes deri në shkëputje, që është edhe realizimi i dëshirës së popullit shqiptar të Kosovës me bashkim me Shqipërinë. Po shkelja këtyre premtimeve të rreme erdhi në shprehje pas humbjes së fuqive të boshtit trepalësh në fund të 44-s dhe me çlirimin e Jugosllavisë nga Gjermania naziste, serbët e kishin në rand të ditës të zbatonin planin e radhës ndaj shqiptarëve, i cili ishte çështja e minoritetit në Jugosllavinë e re apo elaborati i dytë i Basaçi-Bregovićit, ku ishin të specifikuara edhe metodat që do ta jetësonin këtë projekt serbo-man. Kështu që dhuna terrori do të vazhdonte edhe në vitin 1945 mbi shqiptarët e Kosovës dhe visteve tjera shqiptare në Jugosllavi, që do të kulmojnë me masakrin e Tivarit, në të cilën kishte edhe shumë të vrarë nga treva e Ferizojit dhe e Kaçanikut. Kryesisht ishin pjesë e eshalonit të dytë. Në këtë masakur e kryen forca serbo-malezeze me dijeninë edhe të shtetit komunist shqiptar, ku shumë prej tyre vdeqën në atë pakthim derisa në Tivar i priste Kasapana. Për të përfunduar punën e tyre, autoritetet jugoslave të Kosovës për kujdesin që tani më kishte ardhur koha e aneksimit të Kosovës me një kosto të lartë të vrasjes së mbi 48.000 shqiptarëve të papajshëm nga shteti i Titos, i cili vendosi administrimin ushtarak të udhëhequr nga Sava Derlaviçi. Kjo do të kishte pasoja të rënda politike dhe juridike për statusin e mëtejnë të saj. Vendi ynë ishte duke u ballavaquar me një valë të dhunës dhe masave tjera shtrënguese të ndërmarra nga Këshilli Antifashist Nacional Shqiptar i Serbisë, që u mbledhën në kuvendin e Prizrenit të mbajtur me 8 dhe 10 korrik 1945. Në mesin e 5 martë ishin
137 sërbë dhe vetëm 37 shqiptarë. Kërkesat dhe i gjithë programi i barbajtës si këty po vendi ishte në monitorimin e ODB-s. Dhe në masat e armatosura u miratua resoluta e cila njëtë Kosovën si pjesë integrale të Serbisë. Mohimi këtyre të drejtave u bën me rrugë institucionale, me këtë rast u marrë dhe Kuvendi Popullor i Serbisë, i cili nxori ligjin që njoh Kosovën si pjesë integrale të saj. Pas vendosjes së administrimit ushtarak, Jugoslavia komuniste u marrë dhe me rishqikimin e reformës agrare, që e përkesuan së tepër në jetën ekonomike të popullit shqiptar në Kosovë. E përjetuan rënd ata që kundërshtuan vendosjen e vonshme të pushtetit komunist në Kosovë, për të përballë me pasoja si shënjetësat e parë të regjimit ishin konfiskimi i prunave, të pasurive të atyre familje që nuk u pajtuan me regjimin e ri, duke bërë që të privoshin nga drejta për ato toka, të cilat u ndanë kolonistëve sërbë që ishin ardhur si uzurpator të rinë në Kosovë. Gjithme si pas ligjit të ri Jugoslav parashije që 10.054 familjeve sërbe të ndashin gostra toke deri në 5 hektar tokë. Edhe më rënd gjendje do të bëhen kur do të kemi të shqytërën të blica e bukës, ku marrë saksi të mëdha të ushqimeve, me në vlerë në shumë prej 3.763.000 kg trekë, dhe 1.157.000 kg mesh shkruan të ndër të tjera historiani britanik në Armarko. Në Kosovë, pas të udhëtimit botërore, do të kishte edhe pasoja të mëdha, njëra ndërkohë ishte edhe shkolla e lartë në alfabetizmi. Deri në vitin 1948, publikun ishte në 78% analfabet. Por ky vit do të kishte edhe procese tjera, sidomos në rrofshin politik, që do të shënonte një moment të rëndësishëm në marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Jugosllavisë, që kishin të bënin me përqafje diplomatike të Titos për ta bërë Shqipërinë Republikë të shtatë të Jugosllavisë, kurse me Bullgarinë mendonin ta bënte Federatën Ballkanike. Tani më e kishin bërë përpjekje konkrete për bashkimin e armatës shqiptare me atë jugoslave. Këto lëvizje alarmuan Stalinin, i cili filloi grindjet dhe sulmet me Titan, për shkak se nuk donte që udhëheqësi jugosllav të bëhej lider rajonal. Kjo ndikoi që Jugosllavia të përjashtoi nga Kominternit, ndarja nga Bashkimi Sovjetik mundësoi një lloj liberalizimi të Jugosllavisë, por në fillim ishte në periudhën e Haxhot ishte një lloj liberalizimi, por në periudha më të shkurtë ishte me pasoja të rënda për Kosovën, duke bërë që ta shpërsoi sistemi i kontrollit. Tani më ODB-ja, sigurimi shtetëror jugoslav, kishte shtrirë agent kudo në Kosovë me qëllim që tërë popullata të shihej si qerdhe e kolonës së pestë. Për gjendjen edhe më të padurueshme ishte nisur me dëbimin e shqiptarëve për në Turqi. Por kjo shpërngulje për të bërë më e lehtë për autoritetet jugoslave të kohës nuk i ndalën format e dhunës policore si rrethimi i fshatrave për të ardhur deri te aksioni i mbastisjes për ardhmë i vitit 1956, duke bërë që shumë shqiptarë detyrohen të blinin një armë të vetme që kishin për të dorëzuar. Pothuajse gjithë oficerët e ODB-s ishin serbo-malazë, të cilët në vazhdimsi kërkonin të shpirtin diçka për të arsyetuar përdorimin e dhunës dhe terrorit shtetëror, që kryesisht ndërlidhej me shpërnguljen si formë e arritjes së qëllimit final, pastrimit etnik të Kosovës dhe visa tjera shqiptare, që do të kenë fatin e trishtë të ulësimit të konventës jugoslavo-turke të vitit 1938, duke bërë që do të akordohen palët jugoslave me në krye me diktatorin e saj Josip Broz Titon dhe ajo turke me ministrin jashtëm Fuat Keperdin në Split 1953 e njohur me emrin Marrësha Xhentulmene, që parashite shpërnguljen e qendra mira shqiptarëve. Kjo do të zgjaste deri në vitin 1966, që do të zamesoj me migrim ekonomik, por jo tani për Turqi, por për vendet e Evropës perëndimore. Ky vit kishte karakterizuar ndryshime politike edhe në krijon e Partisë Komuniste të Jugosllavisë. Në plenumin e periudhave u shkarkuan nga të gjitha funksionet ministri i Jugosllavisë ministri i brendshëm i Jugosllavisë Aleksandar Vučić dhe varësit e tij, të cilët përfaqësonin linjën e ashpër nacionaliste serbe kundër shqiptarëve. Shkarkimi i Rankovićit ishte heqja e lakut për Kosovën. Kjo do të pasojë me ndryshime politike, ekonomike, ku parimi i decentralizimit do t'i përfshinte edhe dy krahinat. Kjo situatë politike do të marrë pjesë, sidomos pas vizitës së Titos në vitin 1967 në Kosovë. Dhe nuk mund të flitet për të drejtat e barabarta të Karajaji, kur serbët kanë përparësi kudo në fabrika, kurse shqiptarët refuzohen edhe pse kanë
kualifikime të njëjta edhe më të larta. Kjo do të ndërrohej edhe një shqiptar që ishte përbozës dhe u zëvendësua me albanac. Këto veprime do të paraprinin diskutimeve të vitit 60 që kishin të bënin me ndryshimet kushtetuese. Kështu edhe termi Kosmet u zëvendësua me Kosovë. Po këtyre ndryshimeve Kosova kishte shënuar hapa të rëndësishëm politik, ekonomik, arsimor e kulturor. Për të shtyrë proceset përpara ishin edhe demonstratat e vitit 1968, të cilat kishin parullat në tyre Kosova Republike, Duam Universitet, Rrugë Shqipëria, Rrugë Enderhoqja e tjera. Këto erdhën në një moment të rëndësishëm, për shkak se edhe në vendet e kampit socialist do të kemi revolta kundër pushtetit të dirigjuar nga Bashkimi Sovjetik. Rasti që i fiksoi edhe udhëheqjen jugoslave ishte padyshim pranvera çekoslovake e vitit 1968, e udhëhequr nga Aleksandr Dubčeko, që kërkonte reforma, por që u shtyp nga udhëheqja moskovite. Kjo do të kishte ndjekim të Titoja, i cili vendosi që të jepte të drejta politike shqiptarëve me qëllim të rahatisë së tij si president i Jugosllavisë, u diskriminoshin popujt jugoslav, në këtë rast shqiptarët e Kosovës. Në këtë mes, edhe pse me vështirësi të mëdha politike, për shkak të rrethonave që mbretëronin në vendin tonë, do të kemi edhe kontributin e disa figurave të cilët ishin pjesë e sistemit, por me punën e tyre kanë ndikuar që në mënyrë pozitive në emancipimin e përgjithshëm të popullit shqiptar, duke lënë ngjyrë në fushat me rëndësi etike për vendin si me hapjen e shkollave, zgjerimin e arsimit shqip për të pasuar me rritjen ekonomike dhe ngritjen e vetdijes politike që të përfaqësojnë të drejtat e popullit shqiptar në Jugosllavi. Duke filluar nga viti 1960, do të kemi diskutimet për ndryshime kushtetuese, që Sali Bajra do të merrte pjesë në mënyrë aktive së bashku me shokët e idealit të tij si Bedri Kyçikun, Hebib Shehun, Xhemaili Krasniqin e tjera. Këtë duke bërë që kërkesës për Kosovën Republikë të ishte konsekuencë, sepse me kalimin e kohës mbeti i vetëm, për shkak se shumë politikanë u tërheqën nga PKU-s si pasojë e presioneve të Beogradit. Në diskutimet për ndryshimet kushtetuese të vitit 1960, ai kërkoi vetëvendosje dhe republikë të barabartë me të tjerat në kuadrin e Jugosllavisë. Në artikulimin e këtyre kërkesave të Saliut i qëndroi afër çatër kohës Bedri Kyçiku, por këto kërkesa dhe aktivitetet të Sali Bajrës bien në sy të pushtetit popullor të Jugosllavisë të Tiste, duke u nisur nga Komiteti Komunal i Kaçanikut me 4 janar 1969, për të marrë pjesë në diskutimin publik dhe për të distancuar nga grupi i Kaçanikut, që u etiketua si grup armiqësor. Aty propozoi që të merrshin masa ndaj Sali Bajrës, kryetari i Kuvendit Komunal, dhe Bedri Kyçiku, anëtar i Kuvendit dhe drejtor shkolle, Hebib Shehu, sekretari i sipërmarrjes SHAR, dhe Xhemail Krasniqi, sekretari i Bashkisë Komunale të Arsimit. Të gjithë këto forca destruktive që i emërtonte Saliu kishin ndërtuar edhe rrëfimin e tyre me sloganin "Kush është me Saliun është kundër Titos". Këto përpjekje ishin plot i ndryshimeve politike që do t'i kemi me ngritjen e Kosovës në rangun e njësisë federative me elemente konstitutive të Republikës pas kushtetutës së vitit 1964. Kurse në aspektin ekonomik do të kemi zhvillimin e industrisë, hapjen e ndërmarrjeve shoqërore dhe ngritjen e përgjithshme të mirëqenies, për shkak se populli shqiptar ishte më i diskriminuar në Republikën Federative të Jugosllavisë. Kurse në fushën arsimore përpjekjet e klasës politike të Kosovës do të kulmonin me hapjen e Universitetit Prishtinës në 1970, ku Sali Bajra ishte në mesin e asaj klase politike të kohës që propozoi që para se të themelojë UP-ja të ketë brenda saj fakultetin e mjekësisë për shkak të nevojës së madhe për mjek që kishte jo vetëm Treva Kaçanikut, por edhe më gjerë. Ndryshimet pozitive në vendin tonë kishin nisur edhe po shkonin duke u zgjeruar si në formë radhëve koncentrik, për të pasuar me hapjen e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës në 1974, si dhe shumë institucione tjera që do të ndikojnë në emancipimin e popullit shqiptar në Jugosllavi. Kjo periudhë do të ishte quajtur nga Tim Gjuda, një analist britanik, epokë e artë për Kosovën, për shkak se shqiptarët ishin më mirë të arsimuar, me shëndetësi të përparuar që se kishin pasur asnjëherë gjatë historisë së tyre. Me gjithë rritjen e nivelit të jetesës dhe të mirëqenies në Kosovë, ajo ishte ende e pabarabartë me pjesë tjera të Federatës Jugoslave. Kjo gjendje vazhdoi deri në vitin 1980, që kemi të bëjmë me vdekjen e diktatorit Jugoslav Tito, të cilat filluan të shpërsohen pritjet nacionaliste serbe, të cilat kishin për qëllim të destabilizonin Kosovën për të aneksuar si pjesë të Serbisë. Duke shkrirë mbi çdo të drejtë që kishin me kushtetutën e 74-s,
Kjo do të pasojë me par protestat e vitit 1991, të cilat kishin për qëllim të kërkonin Kosovën republikë të barabartë në kohë të Jugosllavisë. Kjo nuk ndodhi, për pasojë gjendja vazhdoi duke u rënduar si në aspektin politik, po ashtu edhe në atë ekonomik, sidomos pas vitit 1985, kur në Akademinë Sërbe të Shkencave do të kthehet akademiku Famkeq Dobrica Qosiqi, i cili ishte larguar në 1966 për shkak të prirjeve nacionaliste. Por jo vetëm këto përpjekje do të kulmonin në ardhin e garniturës së ri të politikanëve komunistë të prirur nga diktatori Slobodan Miloševići, të cilët me përbuzje hedhin poshtë politikën e Titos, e akuzonin se kishte kufizuar pretendime serbe ndaj dy krahinave, tani me nacionalizmi serb ishte duke u shtirë në për të gjithë republikat e Jugosllavisë dhe synonin të zëvendësonin Jugosllavinë me Serbinë e Madhe. Por ishte e kuptueshme që zgjerimi i shtetit serb do të fillonte me Kosovën, ku pas vitit 89 filloi shtrëngimi i darës në Kosovë duke u shoqëruar me burgosje, eliminime fizike, politike dhe kufizime të tjera që e rënduan së tepër me jetën në vendin tonë. Kështu pas vitit 1989, edhe udhëheqjen komunistët e Kosovës u larguan nga postet e tyre Mahmut Bakalli, Fadil Hoxha u kufizua puna e Xhavit Imanit. Kjo metodë e diferencimit politik preku edhe pushtetin lokal, ku shumë presë komunistë u pan nga regjimi Slobodan Miloševićit pas të 87-s, me dyshime dhe ndaj tyre filluan ndjekjet, burgosjet e arrimet nga puna, duke por situatën e krijuar sidomos pas vrasjes së ushtarëve shqiptar në AKJ, për të pasuar me marrjen e autonomisë e vitit 1989, kurse vitin 1990 ishte edhe më i rëndë për shqiptarët. Si akte barbare do të kemi helmimet të nxënësve, burgosje së intelektualëve, largimet nga puna, mbyllja e RTP-s dhe mbyllja e gazetës Rigindja. Kurimit e gazeta Rigindja do të përmend një fakt që sa ishte kryetar komune, por edhe aktivist në komunën e Kaçanikut, Sali Bajraj kishte pagesën vjetore të gazetës Rigindja me qëllim që banorët dhe klasa intelektuale që formohej në qytetin në Kaçanik të kishte si informacion të dorës së parë Rigindjen, me qëllim që të përhapet informacioni dia. Prandaj kur bëhet mbyllja do të thotë edhe për jetën e banorëve të Kaçanikut ka qenë e rëndë sepse ka pasur si dritore të informacionit. Po ashtu vjetë përmendet se këto metoda nuk e mboshtën popullin tonë në 1990 me gjithë punën, situatën e jashtëzakonshme që kishte krijuar pushteti serb, por populli jonë kishte një synim të drejtë, e shikonte drejt të së ardhmës, dhe ardhmja ishte rruga e lirisë, sepse edhe pse nuk ishte e lehtë, me sakrifica, vujtje, por megjithatë ndërtuam. Vitet 90 ishin kur edhe ndërtuam jetën paralele, në këtë kohë ishte një lidhje demokratike e Kosovës, si lëvizje gjithë popullore prirur nga presidenti Dr. Ibrahim Rugova, dhe më pas gjithë kjo do ta trasonte rrugën për me ardhur deri te fundi i viteve 90, 97, kështu me radhë, që do ta kemi me rezidencën e armatosur të ushtrisë të Kosovës, e cila mendimin edhe të Bashkisë Ndërkombëtare, kryesisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do ta kurrizojë një përpjekje afër një shekullore me silimin e Kosovës me domethënë. Faleminderit. Nashta pak kishte ai zgjon. Falenderoj me gjithë ty që shumë, natyrisht ishte gjatë pak se historia është shumë e gjatë. Por me gjithat falenderoj shumë se ki poni në lidhje hallkash historike jo shpesh të lehta për shkak të intervaleve shumë të gjëra kohore dhe sfidave të mëdha politike brenda atyre hallkave historike. Fakti që Sali Bajra u përball i pari me apo e përjetoi i pari deiluzionimin nga politika, se duke qenë institucionalist, ai e pa që ka njëherë politika dhe jeta institucionale nuk ishin mirë. Po ma vonë, përkundër asaj kohës së artë që po themi, që do të huajt e kanë vlerësuar të tillë, ne e pam që u përballën pikërisht në krahas ndryshimeve kushtetuese, filloi edhe ndryshimi i diskursit politik. Për marrë pikërisht një pikë e cila më në fund unifikoi mbase gjithë krahët politik. Gjithë e pamë shumë se në mes kërkesës për republikë, ne filluam të përballemi me rrugën e autonomisë, për arsye se ashpërsimi dhe qëllimet e hegemonisë serbe u shpërfaqen tashmë të papërmbajtshme.
por në esencë ndoshta s'kishim as ne më çka të ruanim, por as ata s'kishin dhe çka të fshiheshin. Ndoshta më së miri këtë periudhë mund të na lidhë së bashku zoti Lazar Mali, i cili është dëshmitar i drejt për drejt i kësaj betejë të pandërprerë në mes ndryshimeve kushtetuese sipas vullnetit të popullit apo ndryshimeve kushtetuese sipas diktatit të Beogradit. Dhe në fund, me arpuna prej një pozicioni të lartë, kushtimisht të deklaruar si barabartë, të vim ta shpallëm deklaratën kushtetuese para kuvendit tonë, i cili ishte i mbyllur, apo ta shpallëm kushtetutën tonë me vullnet të plot politik, por në esencë në mënyrë gjysmë ilegale apo gjysmë të fshehtë. Kështu që ajo që dikur ishte lëvizje ilegale, u kthye nëpërmjet institucioneve në ilegale. Por për të kulmuar pas të vitit 90-ta, si një kërkesë e fuqishme legale, dhe për të marrë dimensionin siç ka dhe Iliri të një rezistencë ushtarake edhe me përkraje ndërkombëtare. Zoti Ilas, besoj që këtu mund është pikërisht hapësira jote më e mirë për të sjellë disa aspekte që theksova, por edhe në prizmin e asaj që Sali Bajra ishte përballë para jush, mos të them gati dy dekada gjysma, sa është matematika politike tash, nuk e di mirë. Domethënë prej viteve 60 deri te 90 nuk janë shumë vite për ta parë se duhet një rezistencë më e madhe institucionaliste për ta mbrojtur lirinë tonë. Urdhëro zoti Ilas. Nërës, i nderuar kryetare Besim Ilasi, kryetar dhe Sabedin Vishi, i nderuara familje e Sali Bajrës, bashkëqytetar, bashkëpunëtor mbështetës dhe përkrahas të Salihut që e mbështetën deri në vdekjen e tij dhe që unë po i shoh këtu prezent shumë prej tyre. Njerit po i përshëndes panelistët që për mu konsideroja është nder t'jem mes tyne, profesorin Vikan Qorolli, profesorin Ilir Bytyqi, Gjentilen dhe veçanërisht Recep Rifatin, kryetarin e parë të shoqatës Kastrioti. Më lejoni që në fillim të përshëndes dhe uroj shoqërinë kulturë artistike Kastriotët dhe moderatorin Afrim Demiri me shok që në kuadër të aktivitetit të shëllimit 58 vjetorit të themelimit të shoqatës të organizojnë në Kaçanik këtyrjes pune kushtur figurës Sali Bajrës, kryetarit Kaçanikut dhe kryetarit të nderit të shoqatës kulturo-artistike dhe ansamblit Kastrioti. Unë këtë rrez e kuptoj edhe si aktivitet që ka për qëllim rujtjen e kujtesës tonë historike, që nuk është vetëm akt nderimi për të kaluarën, por edhe detyrë ndaj të ardhmes. Ne kujtojmë për të mos harru, por edhe për të mësu, për të nxjerrë mësime nga sakrificat, guximi dhe përkushtimi atyre që ndërtuan themelet e lirisë, dignitetit tonë kombëtar dhe shtetit që ne e gëzojmë sot. Kujtimi është formë më e lartë e mirënjohjes. Ai na fton të jemi më të bashkuar, më të përgjegjshëm dhe më të përulur para vlerave që i kanë dhënë kuptim ekzistencës sonë si kombë dhe shtet. Rujtja e kujtesës historike si trashëgimi shpirtërore do të shërbejë që brezat që vinë të mos harrojnë kurrë se liria, krijimi i shtetit, paqja dhe digniteti kanë një çmim dhe se dikush e pagoi atë çmim për ne. Kur flasim për Sali Bajrën, kujtojmë një jetë të mbushur me punë, përkushtim dhe dashuri thellë për vendin dhe kombin. Kur përmendim Sali Bajrën, kujtojmë edhe një brez të tërë njerëzish që jetun me ndershmëri, punun me përkushtim dhe e deshën shumë Kosovën në mënyrën më të sinqertë, me vepra, jo me fjalë, qoftë përmes institucioneve legale, qoftë si antar të organizatave ilegale.
Ai jetoi dhe veproi në një kohë vështirë në kohën e sistemit të Jugosllavisë komuniste, ku fjala e lirë kishte kufi, por ideali i lirisë s'mund të ndalej. Në atë realitet, ku shumica e zgjidhnin heshtjen, Sali Bajra dhe shokët e tij zgjodhen guximin në vend të heshtjes, përgjegjësinë në vend të komoditetit dhe veprimin në vend të pritjes. Zgjodhen të flasin hapur, të mendojnë ndryshe dhe të punojnë me bindjen se edhe përmes atij sistemi mund të shtyhej përpara çështja kombëtare, mund të mbrojë digniteti i shqiptarëve dhe mund të kërkohej ajo që takonte Kosovës me të drejtë statusi i Republikës me të drejtë vetëvendosje deri në shkputje. Veprimtaria e tij e gjerë vrehet sidomos kur u zgjodh kryetari i komunës Kaçanikut në vitin 58 deri 62 e veçanërisht kur u zgjodh për kryetar komunën vitin 1966 deri në 69 pas rënies së klikës shoveniste të Aleksandar Ankoviçit. Në punën e tij si kryetar komune, ai u dallu për ndershmëri, kujdes për njeriun e thjeshtë dhe respekt për çdo qytetar. Nuk ishte nga ata që rrinin në zyra të mbyllur. E njehte çdo fshat, çdo rrugë, çdo familje që kishte nevojë për ndihmë. Njerëzit e kujtojnë ende si njeri i aftë që dëgjonte e ndihmonte pa dallim bindje apo prejardhje. Në ndrejtimin e tij si kryetar i komunës u përmirësu shumë aspektet të jetës komunale, nga ekonomia, infrastruktura dhe arsimi deri te zhvillimi kulturor dhe social. Ai mbështeti me përkushtim iniciativat e rinisë, të mësuesve dhe të krijuesve lokal, sepse besonte se arsimi, kultura dhe dia janë shtylla të një kombi. Ai rreth vetes mbledhi dhe bashkëpunoi me njerëz më të aftë dhe adhëtar që kishte Kaçaniku e asaj kohe, si Bedriku Qyku, Habib Shehu, Xhemal Krasniqi, Sami Dalloshi, Latif Nalbani dhe të tjerë. Hapur dhe pa asnjë ngurrim, mbante kontakte dhe bisedonte me adhëtarët, Farish Urbani, Shefki Reka, Recep Punjoku, Sulejman Mjoku, Hilmi Shehu, Hajrush Urbani, Danush Nika dhe të tjerë, të cilët kishin kalu kohë të gjatë në përburgjet e ish Jugosllavisë, të dënuar për aktivitetin e tyre patriotik dhe kërkesave për çlirimin e tokave shqiptare nga okupatori slav dhe bashkimin me shtetin Am Shqipëri. Takonte rregullisht familjet e armiqve të popullit, si i quante atëherë regjimi, Tavdyl Durrës dhe Ram Bekës, patriot dhe luftar të paepur për liri të cilët me pushk luftuan për largimin e slavëve nga trojet shqiptare. U angazhu dhe mbështeti vazhdimin e shkollimit të rive, Kaçanikas, në shkollat mesme dhe fakultete, siguroi bursa për shkollën për këtatëri dhe për secilin të ri. Të cilës do komunë të Kosovës që të zhronte të vazhdonte shkollimin. E dinte se me arsim do të sillte vetëdijsimin e njerëzve për pozitën nënshtruese dhe të padurueshme të shqiptarëve në Jugosllavi dhe lëvizjen për çlirimin e Kosovës, do të mavisilizojë dhe do të hynte në rrugën e pakthryeshme të realizimit të aspiratave shekullore të popullit shqiptar për pavarësi dhe liri. Me emrin e tij është i lidhur ngushtë hapja e gjimnazit në Kaçanik në shtator të vitit 67 dhe pas tij shkolla për kualifikimin e punëtorëve, shkolla ekonomike dhe shkolla teknike. Në kohën e tij, në çdo shkollë të fshatit u sigurue nga një mësues. Ai me shokët e tij dhe kuvendi komunal mbështetën fort hapjen e fakultetit mjekësisë në Prishtinë dhe themelimin e universitetit në Kosovë.
A ishte i vetishëm për gjendjen e vështirë ekonomike të qytetarët të komunës Kaçanikut dhe për varfërinë që mbërëntot dhe aty. Nisën nga ky fakt, ajo angazhu dhe arriti që për herë të parë komuna e Kaçanikut të filloj të ketë investime për ndërtimin e kapaciteteve industriale dhe të rispunësimin e të zbukloj varfërinë. Në planin politik, Sali Bajra me shokët e tij të kohës bën gjëra që do të fillojnë të ndryshojnë përfundimisht fatin e shqiptarëve dhe të Kosovës në historinë e re të saj. Saliu me guzim dhe vendosmëri instaloj praktikat e të shtruara të lirshëm dhe publikisht të problemeve dhe kërkesave të shqiptarëve të Kosovës për përdorim të flamurit të tyre kombëtar për në universitetin dhe për pozitë barabartë shqiptarëve dhe Kosovës në Jugosllavi. Ai pa luhatje dhe deri në fund pa marrë parasysh pasojat, parashtroi dhe angazhu për kërkesën e asaj kohe kur filluan ndryshimet kushtetuese që Kosova të ketë statusin e Republikës dhe të drejtën deri në shkputje. Ai nga kjo kërkesë nuk hoqi dorë edhe atëherë kur u tërhoqën dhe ndruan mendim shumë njerëz që fillimisht e mbështesin këtë ide dhe kërkoi status për Kosovën dhe popullin e saj. Sali Bajra është bërë njohur edhe me angazhimin e tij për rikthimin e krenarisë të mëkambur të shqiptarëve nga popujt tjerë të Jugosllavisë. Nuk mund të harrohen demarshët e tij të dërguara për shtetarët të Maqedonisë me rastin e keqtrajtimit të shqiptarëve nga organet e kësaj republike, si dhe ndalimi i futjes forcave policore ushtarake nga territori i Maqedonisë për shurjen e demonstratave të shqiptarëve të Kosovës në vitin 68. Ka prova të shkruara përmes proceseve verbaleve të kuvendit që për demarshët është marrë vendim që të dërgohen. Fatkeqësisht nuk kanë mund të gjenden tekstet e demarshave që janë çuar në Maqedoni parëmterit tash në arhivat e komunës Kaçanikut dhe në arhivin qendror. Sa i përket vurjes rampës, gjithashtu ka dhona se ajo është përvu, por nuk ka ndonjë dokument e cila do ta konfirmonte këtë deri tash. Sali Bajra për shkak të tij u përjashtu nga lidhja e komunistëve me vendimin e Komitetit Komunal të Kaçanikut me 8/69 me arsyetim se është angazhuar për vetëvendosje, ka kërkuar që Kosova të bëhet republikë, se është i ngarkuar me romantizëm, nacionalist, byrokratizëm, ekstremizëm e tjerë. U akuzu veçanërisht se ka qenë tolerant, madje edhe nxitës i paraqitjeve nacionaliste dhe shoviniste të shprehura përmes programeve dhe shfaqjeve publike të shoqërive kulturartistike, Liman Kaba nga Dibra dhe Kastriotët nga Ferizaj. Se për shkak të përkrajës së aktivitetet të tillë, ata i thonin se edhe u zgjodh si kryetari nderit i shoqërisë kulturartistike Kastriotët. Pas kësaj, Kuvendi Komunal i Kaçanikut me vendim datës 12/10/69 shkarkoi Sali Bajrën nga pozita e kryetarit të Kuvendit, por ky vendim nuk ka asnjë arsyetim. Edhe pse Sali Bajra nga pushtetarët e kohës së Kosovës për veprimtarinë dhe angazhimin e tij patriotik u largu nga puna dhe u izolu, ai asnjëherë nuk pushoi të punojë për Kosovën dhe popullin e saj, që Kosova të jetë sovran dhe e pavarur. Sali Bajra ka qenë antar i lidhjes komuniste, por me bindje asnjëherë nuk ka qenë komunist. Ai në çdo kohë dhe në çdo vend, në mënyrë të hapur dhe me guzim, me veprime dhe paraqitje e tij, ishte kundër gjitha qëndrimet të lidhjes komuniste të asaj kohe, të cilat e cënonin të drejtën dhe interesin e popullit shqiptar. Në mbledhje zyrtare, në biseda me qytetarë për në veprime politike, ai nuk e fshete kurse e ndjen veten pjesë të popullit që meritonte parazi, dinitet dhe vetëvendosje.
Kjo e bën atë të rrallë dhe të guximshëm në një sistem që shpërblente në konformizmin dhe shembulli i tij mbeti si fanar për gjeneratat e ardhshme të cilat gjendeshin në strukturat e pushtetit që kur cenoheshin të drejtat e shqiptarëve apo ato të drejta nuk zgjeroheshin, të reagonin dhe vepronin ashtu si bënte Sali Bajra. Konsideroj se do të ishte e padrejtë nëse nuk do të përmendej një karakteristikë të spikatur Sali Bajrës. Ai ishte një humanist dhe njeri mirë, kjo e bënte shumë të madhe popullor. Ai kishte mirë kuptim për dobësitë dhe të metat njerëzore dhe vullnet për t'i falë ajo. Edhe pse familja e tij dhe ai psuan shumë, pas përjashtimit të tij nga lidhja komuniste dhe shkarkimin nga pozita e kryetarit të komunës Kaçanikut, me asnjë veprim të tij, në asnjë shkresë që i drejton personaliteteve të larta të organeve krajnore, kur dha intervista dhe kur kishte paraqitje publike, nuk shprehi pendim apo ndryshim mendimi për kërkoj drejtësi në rënd të parë për popullin e tij. Asnjëherë dhe në asnjë periudhë kohore nuk përmendi dhe akuzoi ndonjë bashkëvendas të tij, disa prej cilëve në fakt ishin dhe kishin punu kundër tij. Këto vizime të karakterit të tij nuk kishin ardhur me ndonjë moshë, por si duket janë veti të karakterit të formulimit formësuar çnërinë e hershme. Krejt në fund, më lejoni të përfitoj nga rasti, që të përkujtoj dhe falenderoj tani të ndjerin profesor Latif Nallbani, i cili me mund, përkushtim dhe profesionalizëm, mblodhi shumë dokumente, shkrime, gazetash, intervista, kujtimet shokëve, bashkëpunëtorëve dhe bashkëkohanikëve të Sali Bajrës, dhe në vitin 2007, si autor votoi librin Sali Bajra, opozitari totalitarizmit. Latifi ka bërë shumë që figura e Sali Bajrës dhe veprimtaria e tij të mos mbeten si legjenda apo tregime, por dokumentohen dhe të shërbejnë si një mësim për gjeneratat e ardhshme. Mendoj se edhe kjo tërheqje ka këtë qëllim. Ju falenderoj. Faleminderit Zotëri Munaki. Veçore disa karakteristika që tamam nga një afërsi doja me te. Duhet të bëj një shpulje të lehtë, se përmendje autorit Latif Nallbani, ashtu siç edhe Ramadan Aslani, janë ndër burimet e pakta që kemi hasur në rrugës sipër të përgatitjes së kësaj tërheqje. Dhe kjo dëshmon që rrugë kujtesës sonë historike, por edhe asaj politike shpeshherë nuk është përcjellë në shkallën e duhur të qoftë të shtëpive tona botuese, të mediave tona. Këtë hyrë në dëgju zërin e Zotit Sali Bajra dhe është portretit pikërisht me një intervistë të kolegët tonë të ndjerë Sulejman Shaqirit. Dhe kjo dëshmon që kemi pak kohën e digitalizimit, po përballemi me një mungesë të madhe të qasive në burimet historiografike apo edhe të kalumës politike, dhe pse jo të kërkimit sociologjik. Ne do të mundohemi me shoqërinë Kastriotët që këto kontesa apo kujtimet eventuale që do të shprehen këtu, i përmbledh në një botim të veçantë dhe të fillohet të krijohet një ajo që quhet një databazë të dhënave, që unë mendoj që është detyrë e institucioneve tona si Instituti i Historisë, si Institutet e Sociologjisë të tjera, për arsye se bota tashme do t'i njeh më shumë burimet digjitale. Kështu që aty jemi shumë të mundur. Mirë po, tash fjalën do t'ja përcjellë Gjentiles, e cila do të sjellë një rrugë të kujtesës për gjyshin, por jo vetëm kujtime të figurisë së saj, por do të sjellë edhe në një kontekst të studimeve politike, se si trajtohen këto figurat e cilat ka përcejnë institucionin dhe japin shembullin e vet origjinal të një rezistencë me të mirë të popullit të tyre. Gjentil, fjala për ty. Se në përpjekjet e përgatitjes, ju keni pas rastin ta shihni ekspozitin të hy, që është pjesë e asaj përpjekje për të ruajtur dëshmitë dhe
Ajo është përdomu gjithashtu në përkrajët e shoqërisë Kastriotëve, por kuratorët e tyre është Emri Musliu dhe Besnik Rustemi nga shoqata Hikrit, të cilët bëjnë një punë shumë të madhe të afirmimit të artit tonë, gjithandej me anë të festivalit e karikaturës, ku po marrin pjesë mëse autor, mëse 1000 autor nga gjithë bota, dhe qyteti Firizaj ka hyrë kushtimisht me hartën e artit të karikaturës pikërisht në anë të vetmohimit të tyre. Urdhëra Gjentil falë, më dash për pjesë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Gjentilja. Përshëndetje musafirëve, faleminderit Kastriotëve shumë për organizimin e kësaj tryeze historike. Veçanërisht edhe faleminderit Besnik Rustemit si koordinator të ansamblit Kastriotët në Ferizaj. Përshëndetje zëvendës ministër, profesor Vigan Qurolli, përshëndetje zotri Betyqi, përshëndetje Aga Elas, përshëndetje Faci Recep. Unë jam lind në Gjermani, në 97-ën. Vitin 2000 kena vendosë më këthy me familje, në fakt veç mami e vëllezërit dhe une, se babuqi Salim, në e thëshmi babuqi Salim, o shkon i smut, edhe vendosë më këthy. Dhe jam shkollu këto, dhe më thonë jam konë deri në klasën e 5 në Kaçanik. Fillimisht ishte në shkollën në Qerdhe, nuk dëshiroja me qëndru në Qerdhe, e pas qikën e Agjës Djelzën që ajo hini në shkollë, kisha dëshirë në shkollë, edhe unë në shkollë, isha 5 vite, edhe i thësha babuqit Salim, edhe unë po du me shku në shkollë, s'po du në Qerdhe, po du me shku në shkollë. Mandej, e bona një test në shkollën fillore, klasën e parë, edhe të me thonë fillova këtu në Kaçanik për shumë me pas familjerin. Kam kujtime të ambla, në gjyshin, nuk është që kam kujtime politike, po e di që Skënderbeun e ka dash shumë, edhe kër e këshirsh me filmin, me gjithë qef e këshirsh me bashkë, po në atë kohën nuk kam qenë formu me politike që mi kuptu gjitha gjërat. Si do qoftë, e këm dash shumë, këm shku në shkollë me gjithë qef, jam kon temperamente, e kam dikon ala temperamente, në barë për i kontekstit. Në fakt, gjithmonë kër isha në Kaçanik, babuqi Sali ishte të shtëpia e madhrave me shoqni, kër qka isha të babuqi e tem, të baba i nonës, visha të poshtë rrugës, edhe pasha babuqin Sali me shoqni atje të kafja të nejtë, edhe gjithmonë shkojqa e përqafojqa, se e disha që është babuqi Sali atje, edhe tani shok të babuqit gjithmonë edhe u marqin kryk, u përqëndet që, do më thonë, këto janë kujtimet e mija paka shumë për infirmeris, edhe në qofë se kishmi mëngjesin e hangshmi në barë, nisa në kumbo me babuqin Sali, kena lujt domina, si fmi. A i ka lujt shumë i domina, po unë e fitojshë. Nuk e di a më kalon me fitu, po ka mundësi, por e kumbo me gjithë qef, edhe lujshmi edhe me genqen, edhe me trimin njëherë, në bache, edhe kur unë e i musha, kesha, edhe këta thëshin jetu bë me hile. Babuqi, ja, kjo të di qka të lujtë. Pra, këto janë kujtimet të mija, për afërsisht. Në Gjermani, kur jemi këthy në vitin 2006, jem shkom në shkollë në klasën e integrimit, o desh me mëslu që unë gjermanishte. Jemi këthy në vitin, në shtator vitin 2006, tetor, qështu, vitin, do më thonë në mujnë vjetor, 2 mujnë mas jemi këthyna, ka vdek qyshje. Besoj që edhe është mërzit shumë, se jemi rritme ta, i kemi dhanë shumë kujtimet mira. Kujtimi i fundit i gjyshit është kur kemi hypë të vija, në përqet Kaçaniku dhe njojnë këtë rrugë, të vija me sa më kujtojt mu, kemi hypë në kërë, edhe vetëm e kum pa, dhe më thonë gjyshin për mas të ardhë, dhe hajtë le qkojnë se e kanë darmën atje. Dhe kjo është që më kujtojt e fundit. Unë e studia shkencën politike, jam konë gjithmonë e interesume për histori, këtë atë dashurin e kom pasë gjithmonë me vetje. Në historinë gjermane,
kultura e kujtesës është diçka shumë e rëndësishme. Pra, shteti Gjerman gjithmonë në shkollë prej klasës 8 e tematizon historinë e nacional-socialistëve, që ka kanë bërë me Romat, Egjiptiot edhe me Hebrejt, ose mundim me thonë me popullin jodi. Pra, Holokausti dhe lufta e dytë botërore është një pjesë shumë e rëndësishme nga shkolla e mesme, klasa e 8 deri në akademi. Dhe gjithmonë, në qoftë se ato diskutojshin pak e përmendshme, e kanë përmendë edhe luftën në Jugosllavi, pak a shumë, po Jugoslavia ka pas probleme, luftë civile, kështu me radhë, po asnjëherë nuk ka pas kështu tematik të thellë se një popull në Evropë është diskriminuar, populli shqiptar. Edhe ai populli nuk është diskriminuar vetëm gjatë Jugosllavisë, po me shekuj. Është një ndër popujt më të vuajtur në Evropë. Edhe unë isha gjithmonë kurioze me ditë, po pse nuk po përmendet, nëse po përmendet Holokausti, pse nuk po përmendet historia shqiptarëve që i kanë mbrojtë jotit. Edhe këto i diskutohesha gjithmonë me mësuesit. Pra, se diskutohesha edhe me babin, i thosha pse nuk po përmendet historia shqiptare, edhe tani jam frymëzu vetë, jam interesu vetë. Kam lexuar pak për babuqin, po natë kohë si adoleshente, besoj që tash kur lexoj prap i kuptu senet më ndryshe. Kur isha praktikante në Parlamentin Evropian të zëvendës prezidentja në 2018, e pata organizu një grup vizitor për Parlamentin Evropian në Strasburg, edhe atë ishin 2 shqiptar nga Podujeva, Jaja Gashi me bashkëshortën. Edhe i pash usa mirë shqiptar. Dhe unë juftum, edhe a i tha, Gjentile Bajra, thash po, e ka qani kut po. A i njësa një Bajra, na këtë gjë për ta, thashon, po gjësh e kom pas. Tha, po e kom pas librin e ti nga Latif në Albani. Edhe, pra kon Jaja Gashi, ajo është aktivist mërgat, në Stuttgart, veprimtar politik. Edhe unë në atë moment u befasova tash, se pas në pri që dikush vjen edhe më kalzon për gjyshin të në. Dhe atje e kom pas interesi ma shumë me lecu për ta. Në shta po dalë pak nga kjo pjesa politike, sociologjike. Janë metodat të ndryshme në shkencën politike që me definu, me spjegu një politikan, një aktor politik ose institucion. Unë si që e kom kuptu, do më thonë si pas takimive me shoqënit Babuqi Cale, më ka raras me folë dhe me Gani Krasniqin, Bacini Dajet, e kam kuptu se çfarë roli ka lujt edhe të shoqënia, edhe të institucionet, edhe në histori. Tipikun Sali Bajra, pra me një farë model e shoh që integriteti moral u kon shumë rëndësishëm, u kon një farë instrumenti që me pasë resistencën në institucione. Në qatë moment kur është deklaru ideja, ose pra Jugoslavia me idejnë e saj të socializmi që do të thot e kemi një shoqëri të barabartë, pra populli, njerëz që jetojnë në këtë sistem janë të barabartë, gjyshe e ka thot që nuk janë të barabartë. Pra, me gjuhën e institucioneve, në fakt, duke pa që përmes kushtetutës në mënyrë formale o shpall barazia, por në praktik o kon diskriminimi. Dhe besoj që gjyshin këtë rast e ka pa që jo si institucion, ose ne si institucion, e kemi shpall barazin, praktika më po shumë diskriminuese. Pra, perspektiva juve e ka një tjetër pravavim ndaj neve. Dhe kështu me gjuhën institucionale, pra, me vepra duke bo shkrime, duke bo apelime, duke ju drejtuar institucioneve dhe aktëreve, ka vendos mja demasku këtë sistem. Pra, me gjuhën sistemike të ballafaqu, të drejtu kritikën me gjuhën institucionaliste, në fakt të dosh me ndryshu institucionin. Jo me thonë përëdzoj krejt institucionin, se s'ka sem për isaj, po me argumente që, po e deklaroni institucionin socialist, a mo që to shqiptarët s'po janë të barabartë, po janë diskriminu, nuk po njeni eksistencën tonë, pra ndaj kërkoj jo që, në fakt, institucionin që e keni shpall, ta zbatoni ashtu që shduhet. I kemi të drejtat barabarta.
Pra është kjo që thot që kam ndoshta lexuar se kuptu përmes dokumentave. Është një sociolog i Heidelbergut, Max Weber, ai ka shkruar një libër politika si nocion ose si profesion. Dhe ai atje i karakterizon autoritetet në 3 karaktere. Pra kemi autoritetin tradicional, pra një politikan që përmes i ka vlera tradicionale, udhëheq, nuk do ndryshime kështu me radhë. E ki autoritetin karizmatik, edhe ki autoritetin institucionalist, burokratik. Në shkencën politike dhe sociologjike me këto teori dhe modele mundemi me i përshkru personat ose aktorit. Dhe si që shote Babuqi Saleh, ai është një lidhëse të autoritetit karizmatik edhe autoritetit institucional. Karizmatik sepse ka qenë gjithmonë i afër me popullin, i ka ofruar njerëz në rastin e Recep Bunjakut, kur e kanë vizituar Bacin Recep, ka tregu se në atë kohë kur u liru pi burgut Recep Bunjaku, nga qarik s'guxonte kërkosh me i folë, se për ndryshe ka më pas probleme. Babuqi Saleh ka shku, e ka morë grek, e ka kapur kraj, i ka folë. Edhe i ka thonë, ikë more, se po të qesin problem. Po Babuqi Saleh, po hec more. Në shta e dhe nuk e di që ju ka qasë, po ka thonë hec, se jam të të pritë rinia. Që kjo akt është ka gjaj veçanë, sepse është një guxim, i moralshëm, nuk ka po krem, e shë personin që ka qenë vjen në vendin me shoqnin edhe mobilizohen ka kohën. Pra, këto vepra që nuk është që ju përullet një sistemi që e ka traumatizu një popull, mundon me shti përqarje njerëz në mes vete, nuk kam besim në mes vete, këto janë trauma që trashëgohen. Këtë sistem nuk e pranon edhe vendos me ndërtu ura direkt të popullit, me i bashku njerëz. Një seni veçantë që do dhe me cek është angazhimi rinor. Gjyshi, si që kam dëgju, gjithmonë i kam bështetë rinin. Nuk ka pasur dëshirë që të ketë diskutime a ka pare, a s'ka pare, duhet me bështetë rinin, duhet me janë bështetë arsimin. Dhe shkojmë të formimi, pra, Gjyshi Saleh, Babuqi Saleh, sikur një person që administron lokalin, komunitetin, ai edhe me këta, me këtë organizim, do më thonë, ose me këtë administrim lokal, e kryon një kapital institucional. Kapitali institucional është hapi i parë për me themelu shtetin. Pra, duke e kryu kapitalin social me administratën e mirë, me themelimin e shkollave, spitalin, e fakultetit i kështu me radhë, këto janë kapitale që i ndihmojnë, është pra prototip shteti. Pra kjo është nështë ka shpërmbledhja shkencore politike ose nga perspektiva ime e shkurt. Një sen që ka e kumë vrejt është që mungon hulumtimi ma shumë. Na e dim që në historinë tonë mungojnë shumë dokumenta, nuk kanë majtë shënime shumë njerës, o besoj që kjo është diçka në shoqërinë tonë që mungon. Por në studimin, faktik shkenca, ideja e shkencës është që nëse unë e ulumtoj diçka, edhe e jap një teori ose një hipotezë, ajo duhet më konë e falsifikume. Pra, duhet më konë diçka që unë e muj me gjithë diçka të re, ose me thonë që nuk ka ekzistu. Edhe menoj që këtë drejtim na duhet me shku, edhe për Babuqin Saleh, po për shumë veprimtar politik, që me kriju dije ma shumë. Faleminderit gentile shumë, i ngri disa çështje që unë mendoj se me shpatën e shtetit kena mendu sikur unë mbëllaksu të gjitha gjërat, që unë mendoj se kena humbë një hap të vazhdimit, argumentimit, të formën specifike të diskriminimit që ka kalu populli ynë, të cilat ndoshta si pa asme në dimenzionin e Holocaustit. Është fjala për apartheidin, posaçërisht që kena lënanësh, është fjala për format të viktimizimit të terrorit të veçantë të cilat kena përjetu, të cilat unë mendoj se duhet me vazhdu me qenë pjesë e instituteve dhe hulumtimeve të vazhdueshme. Sikur që duhet me qenë edhe pjesa e historisë gojore që sot çmohet shumë në botë dhe nxirret e vërteta e përjetuar, jo vetëm e vërteta e interpretuar.
Një nga pjesën e të vërtetës së përjetuar, unë mendoj se Zoti Regje Prifati mund në jep disa aspekte. Regja ka po disa pika qendrore për në sjellë figurën e Sali Bajrës drejt për drejt, dhe më nga kontaktet e tij dhe njohjes së tij. Kurse pas Zotit Recep do t'i kemi 2 apo 3 forcë të cilën një shumë të shkurt do të mundohen të japin një portret tjetër, se nuk kem dëshirë të zgjatem më shumë për shkak se urdhëra Regj fjala për ty. Me siguri se këtë një des funksionojë ja, jam pak ma shumë se emocionuar për shkak nga arsyeja se këtë mjetis Kaçanikas e di vetën ma shumë se shtëpia time. Një herë si nip Kaçaniku, s'dyti nga privilegja që pas të njëf një pres të jetë aktiv, të jetë kucem shumë, edhe një pres i përkushtuar për arsimin një tim jetisi, shkollimin edhe ngritjen, edhe atletarë mështë flasim, sepse atletarismi Kaçanikun e karakteriza në ndërshekoj, të të nuk fillon të nga tash. Pra ndaj me këtë rast, duke falenderuar në rëndë parë, edhe përshëndet familjen Bajra, me cilin edhe miqësisht jemi të lidhur me shkuar i ardhje, natyrisht kryetarën e komunës, jo si kryetar komune, po si të djarë, të një shoku tim nga shkolla normale, por edhe nona ime, edhe gjyshi i kryetarit, nona ime ishte mbes e Topojave nga rrjedh kryetarit, do thotë e Nafis, ishte njeri parë që ka morë krahas si fëmijë Kaçanikun në jetën. Unë dua të kthehem pak a shumë në momentet e viteve 1967-68, kur edhe ishte një aktivitet jashtëzakonisht i bujshëm në Kaçanik. Si cilët do ta filloj nga intimiteti, nga familjariteti, dhe unë në menistet 2 qershor, në dasmën time, erë Sali Bajra me grupin ishte i ftuar, vetë për natyrisht e kështë marrë të shështje me veti. Edhe hyrje të organizimit dasmës e nxori revolën, edhe gjujti disa arme te. Ndërkohë, në atë moment, aty ishte edhe Sinan Saiti, kryetari i komunës Ferizajt, që ishte edhe shok i dikush i Sali në gjimnazin e parë Ferizajt, edhe tha, edhe unë me nxjerrë revolën, po gjujtë që po thënë njerëzit, Kaçaniku po ja prish Ferizajt vendimet. Tha ma mirë ta prishni edhe vetë, sepse vetëm një muaj më parë, kuvendi i komunës Ferizajt kishte marrë vendim që mos zgjuhet fare me arma për dasma. Edhe me qenë se Kaçaniku Saliu ja prishni, gjujti atëherë edhe e me gjujt edhe kështu ishte një pjesë. Lidhshmëria mes 2 komunave ishte veçmas në fushën e kulturës, arsimit, sepse dikur në gjimnazin e Ferizajt ishin kuadrat e para që erdhen nga Kaçaniku, por mos të harrojmë se Kaçaniku kishte edhe një shkollë të mesme administrative, që për fat keq gjitha hulumtimet që e bënë nuk ekziston asnjë dokument që ka ekzistuar një shkollë shumë e vlerë administrative në Kaçanik, me një dokumentacion që dhuhet në Gjilan. Kalojmë si erdhi puna deri te ne kastriotët të kemi themeluar me 18 qershor 1967, para 55 vitesh. Edhe njeriu që nga ka përkrahur mas shumë të ishte të Saliu, me atë mundësi që kishin edhe një programet e para, kur kishin pengesa që t'i organizonin në qytetet tjera dhe në vetë qytetin e Ferizajt, sepse sa po kishë përfundu plenumi i brioneve dhe ishin 3 acallanë funksione të ndryshme kulturë që nuk në lejonin të shfaqen shumë kulturë, programet në Ferizajt, kështu që Kaçaniku në gjetëm si vendin më të përshtatshëm, por edhe në sojë të gatishmërisë së Saliut. Më kujtohet një moment ishte kur ndodhi tërmeti në Dibër, ne erdhëm në Kaçanik, me organizu një koncert, edhe arritëm të mbledhemi një sasi trollash, kryesisht metalike, një farë shërbete
ishte në Mtrollat edhe shko me Saliu në Dibër. Për shkak se kishte ndodhur tërmet në Dibër, Saliu kishte organizuar një kamion me ndihma ushqimore për Dibran, ndërsa na si kastriat kishte një shërbete të vogël me pak para tekrit. Edhe në shenjë miljoje Dibranat, ne na blen violinën e parë për kastriatët, thanë ta fillojmë kështu bashkëpunimin. Ndodhi që në vitin 1917 shkurt, 1968 në 500 vjetorin e vdekjes së Skënderbeu, merrnin pjesë i ansambël në Gjakov, ku bashkë me ne ishte edhe Saliu. Por ajo që ndodhi ishte pas programit koncertit një ndaj në odën e profesor Bardel Qaushi, ku filloi të debatohej çështja e kushtetutës, amendamentet kushtetuese që dhanë atyre në diskutim. Saliu ishte si që ishte, insistonte që me do kusht të përdorën të gjitha metodat. Bardel në anën tjetër thote që këtë situatë, çfarë është Jugoslavia që skemon herë me lindjen, herë me prendimin, ne do të gjejmë metoda tjera pak më afatgjate që ta zbresmi numrin e viktimave, sepse në rrethanat e sotme munden me na shku deri në 200.000 vetë, nëse i futeshim fronteve të hapta luftarake. Edhe kjo ishte ai momenti që ato amendamente pas disa muajsh të parat u lexuan Kaçanik, edhe një kopje Saliu madha mund që ta lexoj në Ferizaj, ku ishte konferenca kandiduese në atë kohë për amendamente kushtetuese. Mirë, po për fat keq, një natë më parë Draža Markovići kishte thirrë familjotin dhe dhishtar, kishte reaguar te Titoja, sepse nëse vjen puna të ndryshimet kushtetuese, që ishte fjala për një vetë vendosje në atë moment, ndoshta edhe me një status kështu nën hije të Republikës, që serbët do të ngriten, edhe Ali Buçinca në atë kohë luti që mos ta lexoja në Ferizaj ata amendamente kushtetuese. Salla ishte ndarë me përgjysmë, një anë ishin serbët, një anë shqiptarët. Natyrisht shqiptarët që u donin mos i lexojnë. Sikur edhe vetë Ali Buçinca, e nënën tjetër ishin sërbë, edhe një pjesë shqiptarëve që ishin nga jarë, edhe unë i fa një për të tharcerove të tingoj polët sërbe, sepse më duke që mos mi lexu mbetesha bosh ndaj Saliu, e Saliu ndaj Bardelit, sepse në amendamente kishte punuar një grup akademikësh njohur të asaj periudhe. Ndërkohë, ne morëm vendim në kryesinë e kastriatëve që të shpallim rriton deri Salipajrin, për arsye se ishte njëri që na përkrahte mas shumë. Edhe po ma vonë, ai emri kastriatëve, po një farë sinonimi i padëshirueshëm mjediset e Komitetit Komunal të Ferizajt, sa që shifet dhe disa materiale, kur filloi diferencimi Kaçanik, thonin kush është vetita, kush është kastriatët. A ishte një absurditet në kohë, por kjo ishte se Saliu i përkati grupët artistike, kulturën, edhe të gjitha këto shoqërit rinore dhe për neve presin tonë në atë kohë ishte një pres mësimi, si kurse ishte sa të fashiku për mes librave, ashtu ishte për mes fjallimeve. Në Ferizaj, ndërkohë, me njerë pas Kaçanikut, shoqëria Liman Kaba e shfaqi një koncert në Ferizaj. Kishim në përngjesë, sepse u deshtë me thy, zjerë me salla si shkullës kulturës, sepse nuk në lejohej si ansambër që të jepim koncertin. Ndërkohë, organizu pas koncertit një darkë me shoqëria Liman Kaba, kishte shoqëria Hajdar Dushi një pjesë në saferve nga ta, edhe në darkë unë desha të japë fjallën për shëndetse shkriptarit Ramiz Kenmendi. Ramizi pa një pa dy tha, por sa një para nuk mundeni me ndëgju fjallën e Ramiz Kenmendi, sepse tha unë jam për të shkru, e Saliu është për të folë. I kemi rollet e ndame.
Edhe kjo ma vonë shkaktoi pasoja gjithë momentet e caktuara, por qëndru stoik, sepse ishte një periudhë kur shoqëritë kulturartistike ishin për neve një menjuje e veçantë. Vetëm po sjellni një moment kur shkum në Dibër, Limon Kapa për shkak se kishte humbur djalin e vet e Shtrefçutra, harmonikisti i shoqërisë Limon Kapa ishin përprej provat. Mas një muaj, para se të fillonte manifestimin Gjakov 500 vjetor në Skënderbeu, e Shtrefçutra, edhe pse kishte humbur djalin, e merr harmonikën edhe shkon i thret gjithë anëtarët e shoqërisë. Limon Kapa që të fillojnë provat edhe që t'jenë pjesëmarrës në manifestimin në Gjakov, sepse thotë që unë e kom humbur djalin, por 500 vjetor në Skënderbeu nuk përsëritet më, dhe kjo ishte ajo fryma kulturore që motivoi me karakteristika normalisht edhe atletare dhe liridarse, edhe një evolucion që ishte në atë periudhë në fushën e kulturës, përmes grupeve artistike. Ne sot asaj dite erojmë kujtesën për krajnë e Salit, për edhe për atë darka, edhe pse atë darka atëherë ishin natyrisht për neve ne mjaftonte pak pitarka që buke qufë, kjo kështë në atë kohës, pa darka, pa organizime disa të veçanta, por kishte një ngërsi shpirtërore, ajo në amante sot e kësaj dite, edhe sot për i ku kalu në 83 vjetë, me pjetet edhe me dashni veçantë, duhet t'i kujtoj ato momente edhe ato lidhje kulturore, vllazërore, ndërnjerëzore, por edhe ndërkombëtare. Prandaj unë Ferizajin edhe Kaçanikun nuk do t'i shohmi vetëm përmes një policie të përbashkët ose një gjyqësie të përbashkët, por do t'i shikomi në aspekte tjera kulturore, njerëzore, vllazërore, manifestime, pas të ke fonit edhe me dasme e ndeja, po edhe me martesa të përbashkëta. Kështu, pak e të prova i pa shkputu një, por me këtë rast, unë natyrisht pojotime në përbotën shqiptare, si dhe bës të bota arbreshe. Andaj, për zotin Ilas Ramoni, kom sjetë librin tim të fundit për 52 vendbanive të arbreshe, në këtë salë historike për mu edhe për gjithë njerë të përbashkë, edhe natyrisht të citoj Kaçanikun. Sështë, duhet të thëmë se për mua në të qëthë kronishmi ma simpatike unë që t'ilja natyrisht. Me këtë morë që ka, me këtë... Faleminderit të letë shumë. Faleminderit që sjellë disa momente që të pandëgjumë dhe është për shumë kënd këtu. Kem rezervu një kohë shumë shkurt që me mbledhë disa kujtime, për ju kësharu që t'jenë shumë përbajsore, përveç panelistëve. Këtu kemi edhe Jakub Rekën, libërtar nga Kaçaniku, i cili mendoj që mund të shprehë një kujtim të veçantë. Zoti Jakub, a ke për të shtuar? Ju përshëndes të gjithë dhe jo veç e lekë se cilit një anis për kryetarën atëve. Gjithë ju jeni motra dhe vëllezërit e mi dhe ju përshëndes të gjithë në përgjithësi. Edhe me shumicën e juve njihemi. Unë jam Jakub Reka, Kaçanikas, Shkup jam, Tetovar, Strugan dhe Arboror gjithandej, nga shëtisin me këte që ishte ullën këto Recep Fatin, edhe profesor Hazim Mehmetin të Recakun nga Vjena, edhe nuk aqerojmë në përgjitha trojnë tona arborore. Ne kemi zgjellë për moshën tonë relativisht të re, mos me humë kohë në për kafene dhe qajtore. Për ndryshe, 2 klasë qëllë fillori kam të në Kaçanik, kemi qenë detyrum për shkak presionin nga Udba, më u shpërngoj në Shkup, ati kam vazhdu me shkollimin, por i kam vetë Bors Kaçanikut, jo 3 vetë kam marrë, kam punu në shkollën Voskopoja që u hapë 1967 dhe gjimnazit Skënderbeu u hapë 1967 dhe doja ime të Drikyqiku me Latifin dhe të ndazje thamë,
erdhen edhe lutëm babën tem në Qre Jakupit se s'kemi kuadër për elektroteknik në Voskopoj. Erdha aty vazhdova, aty edhe mandej ka fillu edhe miqësia, shoqërimi me të madhin kryetarin legjendar të Kaçanikut, legjendar Sali Bajra. Por, shoqërimi me te, faktikisht Sali Bajra ka qenë prezent në familjen tonë plotësi 79 vjetë. Nga 1926, kur I ka shkrujt letrat e prindve, do më thëmë babët gjyshit time dhe gjyshës time, babës tim burg në Trojstrejnët, edhe ato s'kan ditë shkrim e lexim, Sali Bajra ja ka shkrujt letrat, edhe poshtë ka shkrujt inicialat e tij. Kur ka dalë baba nga burgu, është Saliu, sikurse përmendi Gentila me Pasën Req, është shoqëru me babën tim rrugës kur ka dalë me shetir, baba im gjithmonë e ka refuzuar Sali, hik, mos me muse e hanë keq. Edhe mirë po, gjithmonë kanë qenë miq të nderuar edhe familjarisht kemi qenë miq. Ai ka qenë domethënë shok me babën tem, aga Sali, shok me dajën tim dhe Tërkyqikun, por pa të fat që edhe me mu jemi shok. Ka pas rasti kur si pajtua të nërvejtë? Urdo? Ka pas rasti kur si pajtu nërvejtë diçka? Kush unë me te? Jo, Zoti Sali me të tjerë. Zoti Sali së pajtu me Jugoslavin, sis nuk kemi pajtu as nga grupi që kemi qenë grupi Sali Bajrës atë. Unë e rejtësh Bajri, por Bedriu, Latifi, Gjemali edhe Agabib kanë qenë grupi Sali Bajrës dhe në atë kohë është ditë grupi Sali Bajrës edhe grupi tjetër. Në anën tjetër unë edhe të pas një kushëri që ka qenë sekretar të komiteti, por fatkesisht që e ka qenë. Kanë tentuar termina nda si grupe fshatra, grupi fshatit edhe grupi qytetit, por nuk ja kanë arritë. Se simpatizus punës Sali Bajrës kanë qenë edhe plot shërtarës të përmendit nga Dogana, nga gjithandej. Tash, disa kujtime që I kam tafërta që ndoshta juve ju lodhe, por familja ndoshta se di. Unë, Saliu, për shkak përveç që isha në Voskopoj, më angazhoj me qenë program bikëshës në komunë për elektrifikimin e fshatrave të Kaçanikut, a shoku im në ndje profesori Mjadri Hoxha ishte organ bikëshës për ndërtrimtari. Dhe gjatë asaj kulle 2 vjeçare, 3, arritëm të elektrifikojmë krejt këtë pjesën e fshatrave të Kaçanikut, përndej vetëm pjesën e Hamri Velezit. Në një rast, e kishte marrë në Prishtinë, e kishte taku një mik të ti, ante u bo edhe mik Kojini, adili një kolonel Tom Berisha, e kishte taku në Prishtinë dhe e kishte marrë normalisht në Kaçanik, po, jo të hotel, po të shtëpia vetë, të shtëpia ku ka ku ti kam qenë edhe unë. Dhe jemi mbledh krejt shoqënia bashkë me to. Edhe tash, falem Hamar Gasali, që është i mësu, thotë Jakub, a ka në rikaton që ku mund me shu rrimën, ati për nderë tomës. Ta shka bre halasë janë gati, pa banë të qishtë me organizu, ne ta shpe organizoj. Atër shkum, aga e krem, që sot është bavarrimi I ti, e krem shehu ishte drejtori shartë, kemi shku shartë, kemi mërë do kabla, do sene provizorisht. Edhe kemi organizu në fshatin, ku kanë ardhën familja e Acil Salea, Sale, prej Lebanës, Leskosit, kanë ardhën në fshatin Kovashec. Edhe që atë kemi organizu me ban shimin dhe rrimës energjisë elektrike. Profesorisht, atë ku ka qenë trafostacioni, kemi një dhe kapta, dhe të darda e të shpia e mbrush Bezrari, së do Kaçanika se të di, dhe jemi ullë atë muhabet që kemi pas zanat në shëtësnje jorë me Agën Sale e tjerë, pak me raki në fanja, pak me raki, pak me të shka vengë, me bira, me sen, edhe pak me eze, muhabet, e sen, e krejte, dikur thot, Jakub, do të ka terë, shka opo, unë e kisha regullu atje në automat të trafostacioni, në ora 6, më rami më lëshuve, s'mu ishe me herë, dhe tja, dhe ishte provizorisht, edhe vetëm shikoj për slarë, atje kur do të ka dhe drita e parë, edhe sa më rinë ora 6, edhe I thamë, Zoti nderuar kryetar I Kaçanikut dhe Zoti kolonel
urdhënoni keni nderin për herë të parë që ekziston, këto vetëm që ekziston këtë vëni, për herë të parë në histori të alëshoni energjinë elektrike në të fshatë. Ma të thërë, po si të alëshoni? Valla, do të përqu ka kam, se kam kërës nuk shohë. Po s'kishë nga shumë përmësërisht, vetëm një lampe, kishim një poshë, kishim as tërpresë, s'kishim arritin nuk. Po si, a i tash Ton Berisha, profesor në Akademinë Ushtarake në Zagreb, ligjeronte teknikën raketore. E edhe ushqun. E ako përsibo, hadet ashtë, qënë në tashtë. Ushqun, edhe si bjerë ti duhet është me nga një dorë, si edhe poqin zemën. Apo e zemën unë të zbrita, edhe që shka posa no, grejt ushqun, revollet i zbrazën, revollet të të pare. Ndërpresim e drita, zotë Jakub. Ndërpresim e drita që... Nuk mundesh me tregu ma mirë diçka se për drita. Shumë interesant është, se është ndërtu gjimnazi i Kaçanikut, ama nuk e di se si është ndërtu. Aga se nga zhe komentime që punonte një ndërtimore në Shkup, se fkjajde urdo pak në Kaçanik me punu disa ndërtesa, jo motili, nëse një kur për thot, o shërkibre kemi me të kesh hanë, gjimnazin e kemi ha, po s'kemi godin për gjimnazin, po si t'ja bon, po s'kemi pare, po s'ka me bon, së di, pa pare s'bon zhonë. Do bëjmë i thot, o së di, le e për pësër për me në pare, unë e t'i qesë për fibrët, për kompanijës tonë, për dërmarës Shkupin, t'i qesë pare në logari, ma ndej, me Enis Përshev ishte drejtori bankosit, mirë mi vesh, ma ndej, janë qëj partë edhe, qështu, gjimnazin e Kaçanikut, Ata një kërkes shumë të veçantë, një përshëndetje të veçantë nga një njeri gjithashtu i divizioneve të veçanta kombëtare, nga Regje Bonjaku, i cili është një pleqëri të thellë dhe nga pamundësia që t'jetë këtu, ka obligu një prani shumë këtu që nga vetëm me përshëndetje të takime. Përshëndetje për qëtë Regje Bonjaku, mërgjimtar, kusheriri i Regje Bonjakut, vizitin e fundit që ishim me Gjentilin atje, asë shumë fjallë, miradije të më dha, ka folër për Sali Bajrën, sa kur dorëm nga ty tha Gjentilis, apo duke që ovet, edhe ma shumë gjushet. Regje Bonjaku është në vitin, po jeton në Prishtinë, është duke i mbushër katët dhe një që jeton, në 99 vite, është në shëndet shumë keq. Këmbët më lanë tha dhe shëndeti, po mos më kishtë në fuqia, thonë do t'isha sot në Kaçanik. Memorien e tha e kam shumë të fort, edhe kujtimet që i kam, me thonë, me Saliun, tha, do t'i kisha shfaqër atje, po nuk kam mundësi. Një porosi për familjen, tha, ecni drejt, ecni ballhapur, edhe t'jeni krenar me të, pa mletë. Besoj që o përmbush në shumë aspekte, paraqitja e një portreti tepër të veçantë, herë edhe i panjohur për zotën Sali Bajra, por çdo herë i freskët në kujtimet tona, dhe që besoj që do të mbetet i ngulitur në kujtesën kolektive, por me qëllim që të mbetet edhe i argumentuar, i ndriçuar dhe që të jetojë përbrezë. Ju falenderoj të gjithëve një nga një, dhe sot filluat e ditë të mbarë që të ta mbyllëm me koncertin, ku shka mundësi është mirë të një pranishëm, që të përgjithsojmë edhe në përmjet këngës. Ju falenderit shumë dhe në